edhe me argumentet forta, sot desha më të qetë që flasim qytetarëve, natyrisht ta kemi këndvështrimin e një zotërie shumë nderuar, i cili përshë do mund që edhe bashkëbiseduesi ta imponon mënyrën që shiqosësh problemeve. Po, absolutisht, po vite rresht natyrisht edhe ka qenë kontribues direkt kështu në rrafshin e shoqërisë civile vis-a-vis demokracisë, por edhe bashkëpunues në raportin mediatik për cilën unë kam një vlerësim të madh. Pse thoni i pamundur, zoti Matoshi? Tani situata ka ndryshuar, e kemi pak a shumë një jehon. Zoti Kurti me zgjedhjet e non-shkurtit nuk ka dalë aty ku ka synu. Dhe në politik nuk ka fundi botës, nuk ka tragjike. Ka dalë në 12 komuna në ballotazh, zoti Matoshi. Unë po flas për zgjedhjet nacionale këtu. Dhe ka qenë shumë i papregaditur për koalicionim ose bashkëpunim. Zoti Kurti edhe si individ, edhe si lider politik, edhe si njeri që e njohur, mos që tu njeri i Prishtinës, nuk ka qef me bashkëpunu. Zoti Kurti ka qef me engu. Mos ta përdori fjalën me ju nënshtu. Ti po thos as në gjatë kësaj periudhe nuk do formoj. Ke i papregaditur për bashkëpunim me të tjerët dhe u kurthu në lojën e vet. Prandaj nuk diti që me dal. Bleke kohë përmes mos konstruimit kuvendit, sepse nuk i rridh ke koha për qeveri dhe kur janë punit të serbët, u koqiten që të gjithë në orbitën e ti, domthon ja po ka drejt, po merr drejt vetoje pakica serbe. E pa qenë, e pa mundun, nuk është kushtetuese. Po zgjedha i problem. Po zgjedh se s'ishte hiç problem. Po jo, ishte problem. Problem të cilin e krijoi Kurti dhe këta nga Afrika. Për nacionalizmin shqiptar, unë që të gjithë në kthetat e tij. Shumë kushtot që ai është në të vërtetë problem kushtetues, por ata se kanë ankimuar. Rashiqu, po kjo është çështje teknike. Unë po flas që nuk u bë problem 6 muaj. Që shumica e bllokoi kuvendin. Le të ndalemi tek u bë problem 2 javë, 1 muaj që pakica tinse e bllokoi edhe pse pakica i propozoi në kushtetuese njëherë të vet. Ktu s'kishte kur gjë për me u blloku. Po tash, kthehemi te zgjedhjet lokale. Mas zgjedhjeve